mua më dënun me vdekje për shkatim, më ndaj bëna një ankesë në gjykatën supreme në Sarajev, nuk dhja ka qenë sërp, një farë gjykatësi, Vlaj Savlević Mirko. Aje këputën atë dënimin me vdekje, edhe e shënon ati në atë vendimin e vetë të gjyqit suprem, që i thot, nuk ka arsye, motiv në Fiçegrani të bën një vepër të tillë, siç më akuzojnë gjykata e Zenicës. Të tjerët që janë dënuar bashkë me mua, 7 shqiptar, një bosnjak, kanë gënjur nga se kanë pas zort prej dajakut, edhe kanë qenë gjendje të mashtrojnë ato akuzat të rrënjshme edhe për prindin e vet. Mandej thot, në atë drejtim, edhe vetë gjykata e Zenicës nuk ka fakte, nuk ka argumente, nuk ka dojnë të vërtet se ekziston me të vërtet vrasje. Se të vrasja po ty të kam vesh një proces vrasjes. Vrasja kërkon të ketë ato analizat mjekësore, obduksionet, ligjore, sende dhe për atin e faktesh nuk e mirë. Pse ta mbeshem fakt prov këto se realisht ti nuk e arrit me punu gjatë kohët i ke ik për UDB-s në një fakt? Për fakt, une para vdekjes Titos erdha në konflikt gjërsa ishen në radhët e UDB-s, erdha në konflikt me disa rryma mrenda për mrenda shërbimit, që ishin rryma shoveniste, nacionaliste, qoftë bugarofile, qoftë serbofile. Edhe atëherë, unë pash rrezik se së një dalë në kryje unë këta do të mburgasin. Prandaj mora unë kisha di vëllezrit e me në Amerikë, mora fëmijët une, pa e ditë fëmijët se ku i qoj, më ndova u tha shkojmë në pushim vjetor, verës. Edhe kam hip trenin ati në Paris, kam dalë në Romë të Italis, atje në ambasadën e Amerikës, fakta, këmë dhanë informacione, atër pytesh se qka do të ndodhë me Jugoslavin bas vdekjes Titos. Ato gjëja unë e di që i ka marëcia, edhe jam krenar që ja këmë dhanë që isha atër me kohë. Edhe për një muj dit ato pregatisin një linje me aeroplanin Alitalia, nga aeroporti i Romës, dalë unë në aeroport Kennedy në New York. Mirë, po mas 2 vjetësh unë, për shkak se u hap fakulteti gazetaris, e adhurojsha profesionin e gazetaris, edhe thash dhe kthehen, do të kryj edhe atë fakultet që të mund se ose në flak, ose në radio, se kërkoheshin kuadra shqiptar. Por ndërkohë kisha une informacioni dhash edhe ambasadorit Jugoslavis, që ishte në Washington, edhe ishte general konsul ishte i Maqedonisë dhe Mito Lambevski. Edhe i thash aty pse kam ik prej Jugoslavia, tregova arsyet kret, që ta din, a i le ta informon Beogradin, edhe ashtu kanë vepru, se disha se si shkojnë ato veprime.